Universiteti i Gjirokastrës është bërë pjesë e një projekti të financuar nga programi Erasmus Plus me fokus digitalizimin e mësimdhënies në gjuhët e huaja. Është një projekt ndërkombëtar ku marrin pjesë 8 vende të Ballkanit Perëndimor dhe ka për qëllim përmirësimin e cilësisë së arsimit të gjuhës në këtë zonë. Fokusi kryesor i programit është rritjen e bashkëpunimit, por më shumë rritjen e efektivitetit të metodave digjitale në mësimin e gjuhës së çdo vendi. Si një nga ambicjet e mëdha të këtij projekti, koordinatori Panajot Barka nënvizon ndryshimin e ligjit të arsimit të lartë në Shqipëri. Arsye se duhet të lejohet me ligj mësimin në distancë që të mund të justifikojë digitalizimin e metodave të mësimit të gjuhës. Dhe së dyti, ndryshimi i mentalitetit që ekzistojnë qoftë në universitete apo edhe në shkollat parauniversitar ose në nivelin arsimor parauniversitar për mësimin e gjuhës, dhe kjo krijon premisën. Vërtet ka një problem midis si thua normalizimit të traditës me kohën digjitale, po nga ana tjetër kjo gjë projekti synon të realizojë nëpërmjet një ndërveprimi midis pedagogut ta zënë, mësuesit, studentit dhe nxënësit. Ky projekt përfaqëson një hap të madh për modernizimin e metodave të mësimdhënies në Universitetin e Gjirokastrës dhe për përgatitjen e studentëve për sfidat e një tregu global gjithnjë më të digitalizuar.